الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالندرojmë Allahun e lartësuar, e lavdërojmë dhe madhërojmë atë, e njëkohësisht e lutim që të na ruaj dhe të na mbrojë nga veset dhe gjunahet tona, atë që Allahu udhëzoi në rrugën e drejtë, askush nuk mund ta humbë prej saj përveç tij, dhe atë që Allahu e humbi me drejtësi nga rruga e drejtë, askush nuk ka mundësi ta udhëzojë në të përveç tij. Dëshmoj se nuk ka hyni Zot që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut, i cili është i vetëm, nuk ka të barabartë dhe as të ngjashëm me të. Ai nuk ka nevojë për ndihmëtar dhe as për ortak. Ai nuk ka birë dhe as bashorte. Gjithashtu dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob i Allahut. Pra njeri si të tërë njerëzit e tjerë nuk meriton të adhurohet, por t'i bindemi edhe të pasohet, dhe i dërguar nga ai për mbar njerëzimin. Prandaj e lutim Allahun e lartësuar që salavatet dhe selamet e tij, lavdërimet, mirësitë, faljet, bekimet e tij të jenë për profetin ton Muhammed, familjen dhe sahabët, shokët e profetit, por edhe për të gjithë besimtarët e tjerë musliman deri në fund e në vijim. Robërt e Allahut, bindjuni Zotit tuaj se ky është qëllimi për të cilin jeni krijuar. Ruajuni kundërshtimit, veprimit ndryshe nga ky qëllim. Ruajuni gjunaheve ndaj Allahut të lartësuar. Xhamati i nderuar, zemra me iman, zemra e mirë me besim, e sheh gjunahun edhe kur është i vogël si një shqetësim dhe një problem të madh, ndërsa zemra e sëmur nga gjunahet, e zbehur nga dashuria apo që ka zbehje të dashurisë dhe frikës për Allahun, e sheh të madhin gjunahun e madh si të vogël. Pikërisht për këtë gjë, profeti jon alayhi salatu wassalam i dha një këshill njeriu më të dashur për të, bashortes së tij të ndershme, nënës së besimtarve, Aishës, Allahu qoftë i kënaqur me të, duke i thënë: Ja Aisha, iyaka wa muhaqqirati dhunub, fa inna laha min Allahi azza wa jalla taliban. O ja Aisha, kujdes nga ato gjunahe që nënvlerësohen, përçmohen, sepse edhe për to nga Allahu i lartësuar ka kërkues llogarie. Ka kërkues llogarie. Dhe në një tjetër hadith, profeti jon alayhi salatu wassalam e qartëson akoma edhe më mirë këtë çështje, e cila nëpërmjet hileve të shejtanit prek edhe zemrën e besimtarit. Thot në hadithin e tij: Iyakum wa muhaqqirati dhunub, fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhlikanna. Kujdes nga nënvlerësimi, përçmimi i gjunaheve, sepse ato mund të bëhen
bashk, pra mund të shtohet numri i tyre derisa bëhet një masë e konsiderueshme dhe e shkatërrojnë më pas njeriu. Njëjt apo si shembulli, tha profeti alayhi salatu wassalam, i një grupi njerëzish të cilët janë udhëtim dhe ndaluan në një lugin. Dhe njëri për tyre u shkëput dhe shkroi dhe solli një dru. Tjetri gjithashtu shkroi dhe solli një dru, edhe tjetri, derisa mblodhën një tufë me dru dhe ndezën zjarrin. Kur e nënvlerëson një gjuna, kjo gjë të çon dhe të shtyn në një gjuna tjetër. Sepse zemra nuk ndjen ndalues, nuk friksohet, apo nuk përfriksohet, edhe nuk përshqetësohet për gjunahun që kreu, por është e lehtë për të që të tundohet nga shejtani për ta shtyrë në gjunahun e radhës. Kjo është këshilla që brezi më i mirë i muslimanëve, të edukuarit nga profeti alayhi salatu wassalam, sahabët e tij u jepnin fëmijëve të tyre, duke u thënë: ju veproni disa gjëra të cilat në sytë tuaja janë më të vogla se qimja, por ne këto gjëra në kohën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam i konsideronim nga gjërat shkatërruese. E Allahu subhanahu wa taala thot: wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'inda Allahi 'azim. E ju e konsideroni atë gjë të parëndësishme, të vogël, të lehtë, pa zarar, por tek Allahu është e madhe, është e rëndë. Ndodh që njeriu mund të bëjë padrejtësi edhe ndaj një krijese të rëndomt, të parëndësishme, një kafshë. Dhe nisur nga ky fakt, nuk i jep peshën e duhur, shqetësimin e duhur padrejtësisë që po bën. Dhe profeti alayhi salatu wassalam në një hadith të tij na tregoi dhe tha se një grua hyri në zjarr për shkak të një maceje. Për shkak të një maceje. E lidhi atë, e mbylli atë, dhe as nuk i dha ushqim dhe pije derisa ngordhi. E izoloi dhe nuk e la të lirë të gjinte vetë ushqimin e saj, dhe hyri në zjarr, tha profeti alayhi salatu wassalam, për shkak të saj. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an këshillon dhe thot: "Wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah." E ai i cili vepron një të keqe, qoftë edhe sa grimca, do ta gjej atë. Do ta gjej atë. Ka njerëz që qajnë, shqetësohen, rrin me net të tëra pa gjumë, nuk hajnë, nuk pinë, nuk arrin të gëzojnë, kur humbin një pasuri, kur humbin një mik, kur humbin një të afërm, kur dështojnë në një projekt, kur nuk arrin të realizojnë një dëshirë, por nuk e ndjejnë të shqetësim, kur kundërshtojnë krijuesin e gjithësisë. Prandaj Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu thot: besimtari i sheh gjunahet e tij sikur është ulur në një mal, në një shkëmb, edhe ka frikë, ndjen frikë, shqetësohet, ka panik, se nga momenti në moment ky mal apo ky shkëmb mund ta zër poshtë. Ndërsa mëkatari i sheh gjunahet e tij si një mizë që qëndron në hund, edhe me një lehtësi apo me një lëvizje të lehtë të dorës e përzë atë. Në të fjalë të tij tregohet shembulli i atij i cili e ka zemrën me iman, me besim, plot jetë,
të gjallë, me devotshmëri, me frikë nga Allahu, me dashuri për të, me madhërim për të, e cila nëse në një moment të ndohet, apo të cytet nga shejtani dhe bie në gjuna, shqetësohet. E zë halli, e zë shqetësimi, nuk gjen qetësi. Edhe pse bisedat rreth tij mund të jenë razmore, nuk arrin të qesh. Edhe pse mund të jetë midis mirësive, begative, është i mërzitur, është i shqetësuar, është i trembur. Kjo është zemra e vërtetë e besimtarit kur e bën gjunahun. Ndërsa zemra e tij që është nxirr nga mëkatet njëra pas tjetrës, nuk ndjen më gjë për mëkatet që bën. Njëhet si shembulli i pianecit, që kur e pi grotën e parë e ndjen, pastaj grotat e tjera nuk i ndjen më se çfarë po pi. Dhe ky shembull nuk i takon besimtarit të mirë. Dhe ka thënë një nga dietarët e hershëm, mos shiko vogëlsinë e gjunahut, dhe as rrallësinë e tyre, pra që i kryen në rrallë, numrin e pakët të tyre, por shiko madhësinë, madhështinë e atij ndaj të cilit po mëkaton. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Robert Allahut, në vlerësimi apo për çmimi i gjunahut e pengon njeriu nga pendimi, sepse ai nuk sheh problem tek vetja e tij. Nuk ndjen shqetësim për faktin që kundërshtoi krijuesin e tij. Apo mund ta mashtrojë atë, duke i thënë një mëkat është, një shikim është, një fjalë është, një foto e pahishme është, një veprim i pahishëm është, një është. Por gjunahet kur mblidhen bashk, e ndezin zjarin si drut kur bëhen tuf. Prandaj mos ja lejo dhe mos ja hijesho vetes tënde këtë gjë. Por kur qëllon moment dobësie, tundimi, vezvesi nga shejtani dhe re në mëkat, shpejto në pendim. Dhe mos prit, apo mos i thuaj vetes që kur ta ndjej shqetësimin e gjunahut, do të pendohem. Dhe as mos thuaj më vonë, nesër, sepse nesër mja për ty ndoshta nuk vjen më kurrë. Dhe mund të jesh nga ata për të cilët do të thonë, rahmetliu, deri dje ishte me ne. Ka njerëz, apo çdo njeri, nëse thirret nga ndonjë mbret apo nga ndonjë prokuror për një gjë jo të mirë që ka bërë, do të shqetësohet, do të dridhet përpara tij, nuk arrin dot të jetë i qetë. E si të mos dridhet përpara Allahut në çdo ditë me gjunahet e tij, e humbja e shqetësimit, mërzitjes, pikëllimit për gjunahun e bërë është fatkeqësi për zemrën e njeriut. Sa njerëz janë shkatëruar jo nga vetë gjunahu, por nga nënçmimi, nënvlerësimi i tyre. Prandaj mos haro fjalën e Allahut subhanahu wa taala i cili thotë:
wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dhe ata do të gjejnë përpara tyre çdo gjë që kanë vepruar, e Zoti yt nuk i bën padrejtësi askujt. Mos u mashtron nga fakti që ende pas gjunahut ke mirëqenie apo ke shëndet. Mos u mashtron nga fakti që Allahu ta ka fshehur, ta ka mbuluar gjunahun tënd, sepse durimi i tij ndaj teje nuk do të thotë kënaqësi për gjendjen që je, por nxito në pendim. Dhe mos thuaj më vonë, ka kohë, s'ka gjë. Shpreso tek mëshira e Allahut Azza wa Jall, i cili i fton robërit e tij mëkatar, ti drejtohen atij me pendim, me kërkim falje, pavarësisht se sa i madh është gjunahu, apo se sa i madh është numri i tyre. Mos e privo veten tënde nga mëshira dhe falja e madhe e Allahut, që na ka treguar në se nga emrat e tij të bukur është edhe At-Tawwab, pranues i madh i pendimeve. Elusim Allahun Azza wa Jalla ta shtoj frikën, madhërimin dhe dashurinë për të në zemrat tona. Elusim Allahun e madhëruar të na ruaj neve nga gjunahet, e nëse bijem në ndonjërin prej tyre, na japi neve sukses që të shpejtojmë në pendim dhe në braktisje të menjëhershme dhe mos përsëritje të tij. Elusim Allahun e madhëruar na japi neve mirësi në këtë botë, mirësi në botën tjetër dhe të na ruaj nga dënimi i zjarrit. Të na lehtësojë neve llogarinë në ditën e vështirë të gjykimit. Na bëj neve nga banorët e xhenetit, edhe të na ruaj nga zemërimi dhe ndëshkimi i tij. Elusim Allahun e madhëruar të na japi neve shëndet dhe të na ruaj si në këtë botë ashtu edhe në ahiret. Elusim Allahun e madhëruar që t'i fali dhe t'i mëshiroj të gjithë muslimanët e gjallët dhe të vdekurit prej tyre. T'i shëroj të sëmurët tanë, t'i furnizoj të varfrit tanë, t'u lehtësoj borxhet borxhlimve prej nesh, t'i ndihmoj, t'i ngrej, t'i mbroj të shtypurit dhe të dëmtuarit nga ne. Elusim Allahun e madhëruar që të na ruaj neve nga padrejtësia e pushtetarëve zullumqar dhe në të njëjtën kohë të mos na bëjnë neve paterica të pushtetit të tyre. Elusim Allahun e madhëruar që t'i mbështetemi vetëm atij, të shpresojmë vetëm tek ai dhe zemrat tona t'i lidhim vetëm me të gjallin e përjetshëm që nuk vdes kurrë. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما وأقيموا الصلاة.